Më është falur mua durimi, andej po t'i gjem si dërimi, që të jeni ju më mirë, dhe mos ndetni në errësirë. Dua shumë fjalë të ju them, por kam frikë se t'i gjem shpejt. Mos harroni urtësinë, trimërinë e bujarin. Ja, ke arritur dhe do arrish më tepër. Tani, unë do të flas për një mos arritje, që nuk është e jotja, po është mos arritje e trajtimit të letërsisë të shqiptarëve të diasporës në vendlindje nga libra shqipsit. Rastësisht dhe biseduam pak më vonë, kishe shkruar një status në Facebook kur kishe qenë në Shqipëri që kishe shpërndar librat e tu, i dije se cilës librari ja kishe shpërndar, i gjete librat e tu pas dere apo aty ku jam fshesa. Edhe natyrisht kjo përveç poshtërimit letërsisë shqiptare, dikush prej tyre të justifikuar se letërsia shqiptare nuk shitet. O, të gjithë e thonë. Të gjithë. Nuk i do njëri autorët shqiptare. Duan vetëm letërsi të huaj. Megjithatë, emrat të caktuar, tituj të caktuar, mund zënë gjysmën e raftit dhe janë tituj shqiptar. Janë gjëra tjera pastaj që shesin librin, emri personit, lidhjet. Shiko se është skandaloze që edhe një person vetëm se hyn në Big Brother dhe nuk ka fare të bëjë me letërsinë, boton një libër pas asaj eksperiencës dhe ishin vërsulur të gjithë njerëzit për ta kërkuar atë libër. Domethënë këtu kemi arritur që kjo është e vërteta. Që ndjehemi të sabotuar dhe nga vetë librarisit ndjehemi, sepse sidomos në librari, që kanë sistem kompjuterik, është e pafalshme të na thonë që nuk e kemi këtë libër, mos a njohin fare shkrimtarin, dhe unë jam shkrimtare dhe jam para fytyrës së tyre. Librarit më me emër, që kanë sistem kompjuteri. Sa mirë në libraritë e tjera të vogla, për shkakun që mund t'ja justifikoj unë se nuk i mbajnë mend, nuk janë të interesuar. Shitësit zakonisht janë njerëz që punojnë aty për pak lekë dhe nuk është aty se janë nga dashuria për lexuar libret dhe prandaj kanë zgjedhur punojnë në librari. Pastaj është dhe keqdashja totale, domethënë që personi të fyen edhe të tallë që në fillim kush është Karmenida Qyqeni shqiptare, dhe shumë përsi të duket ty nga emri, dhe e tha shqiptare do jetë dhe direkt shkoj pas dere. Domethënë ky status unë e kam bërë publik, të rastin e kam bërë publik, nuk kam as pse i fshihem. Zotëria pastaj shkoi dhe i mori të librat një nga një, se unë kisha lënë 5-6 tituj, jo një titull. I kisha lënë me gruan e tij 2 herë që kisha qenë në Korçë. Dhe sa herë që shkonte nxirrte vetëm njërin titull, thash po ti po në ato stiv librash kaq ishin që po të zënë duar, se nuk mi jep të tërë titujt. Jo, po na i lëti se të premtojmë nuk do ta bëjmë më këtë gjë, po jo, kjo është qëllim dashëse, i ke vënë pas dere, ti e di shumë mirë ku janë. Unë jam autori apo tema i ke librat e Arminida Qyqes dhe ti më thua çfarë shkemëri që ndonjë shqiptare, domethënë që aty është diskriminuese. E vetmja zgjidhje për këtë është kot 3 ditë ke ajo ferma e kafshëve. Tani pse po i përmendim këtë gjëra është pikërisht se aq më tepër kur e din që autori nuk ka shans të jetë aty se nuk jeton aty. Lirisht i marrin, i vën pas dere, i vën të fundit në raft, përmbytet libraria, librat e tu janë ata që lagen, prishen, idhen të lera, më fundi mi dërguan vetë këto foto, tani, po si qëllojnë gjithmonë që janë librat e mi në tokë fare, apo se din që unë jetoj në Kanada jam kaq larg.
Në tokë në Durrës, në tokë në Vlorë, tani, po dhe në Durrës. Dhe ndodhi tani më së fundi përmbytja. Tani, në qëse librat e mi do ishin diku në meqen e rafteve, do kishin qenë në tokë fare, do kishin për notë. Këta e lidhe me ato përmbytjet e fundit. Dhe në Vlorë kam gjetur libra të dëmtuar, të plur, të fryrë, të buavitur, të vënë në raftin në fundit në tokë, një herë më pas fare në magazinas nuk i kishe kaluar përpara dhe i veç. Por e djali dhe vetëm se ti e di që unë jetoj a shtetit. Vetëm se ti e di që unë jam në Kanada. Tani, më falë, ke raftet bosh këtu, pse nuk i vë këtu, pse mi vëm tokë fare, ose pse mi vëm pas aty në depo, ke arruar fare që ti nëzirësh. Me që dhe të mua nuk kanë arritur të më demoralizojnë të gjëra, por që si unë, besoj janë dhe shumë të tjerë, faktikisht e di që edhe një miku tjetër poet shkrimtar, i ka ndodhur që ka shkuar ku ka qenë hapur dikur Albania, ka shkuar bashkë me gruan, ka kërkuar librin e vet dhe i kanë thënë no, nuk e kemi, nuk po gjejmë në rafte, dhe ai është lumturuar fillimisht e ka kujtuar se që kanë shitur të kopje e librit tim. Dhe si ka shpenzuar 1-2 orë të mira, ai ka gjetur librat e tij dhe është shumë pak i shitur, mos themi 1 apo 2. Pra, ne ndjehemi domethënë të me qëllim pa qëllim të minuar, të sabotuar. Dhe vetëm kjo që autorët shqiptarë nuk kërkohen është tepërfyese. Çfarë do ndodh për shembull sikur një libër të eci shumë mirë në një gjuhë tjetër, atëherë domethënë do themi si amerikan, si gjerman, si kanadez, nuk po marr veten time për bazë. Ka dhe shkrimtar të tjerë në diasporë. Shkrimtar në origjinë shqiptar që janë në Itali kanë marrë mjaft emër edhe në botë me përkthime në përbot. Nuk ka rëndësi, vlera që ndron. Letërsia në përgjithësi në Shqipëri po kalon një krizë. Po kalon një krizë dhe letërsia në përgjithësi edhe në vende tjera se shitjet kanë rënë kudo. Librat më të preferuara janë libra të gatimit, libra horror, ke letërsia fillestare. Letërsia e Mirfield, më fal, është pak si opera, muzika klasike, një përqindje vogël arrin ta shijojnë por nga ana tjetër ky numër i madh i botimeve sado që kritikohet dhe po kritikohet shumë, mos botoni, po botoni shumë, e mbushë tregun, e fryt tregun. Po ta marrësh atëherë çfarë do të thotë? Okej, se jo të gjithë janë shkrimtarë me vlerë, kanë arritur perfeksionimin e penës. Okej, do kesh dhe Fiero, do kesh dhe Scarco në tërë volumin e gjërave. Për mua më tregon një gjë atyre që njeriu që ka jetur, pas ka jetje. Pra e do artin, përderisa mundohet të jetë artist, përderisa mundohet të shkruaj. Pas ka uri. Dhe atëherë të fokusohemi ke kjo pozitivja, pra, se përderisa dëshiron, ekziston dëshira, atëherë duhet shohim si ta zhvendosim atë përshëndrimin ton pikërisht tek kjo. Ti flasim kësaj mase, kësaj pjese që e dëshiron artin. Okej, unë po të them, kot më vajti mendja një trik. Që se merr këtë librin tënd në anglisht, edhe çoje si botim i huaj, shkrimtare huaj, hiqe nga... Po duhet e ishim emrin qyshi, se nga demaskon është shkrimtare shqiptare. Nuk i shpëtojmë do dhe asaj që ne jemi. Unë faktikisht më kanë ardhur sugjerime edhe më parë nga miq që dil fare vetëm me emrin, se është një emër i bukur artistik për fatin tim, Arminida, nuk e nevojë për mbiemrin. Jo, unë jam kjo që jam, do vlerësohem për këtë që unë jam me esencë. Dhe unë do pres, derisa të jetë koha e dur, momenti i dur,
punë e fortë që ta meritoj, por unë lë faktorin kohë dhe nuk dua të bëj lodra. Jo, e kuptoj, do them këtë që nuk shqetësohem. Mendoj që në momentin e duhur, Zoti hap dyer. Megjithatë, scripta manent, kanë thënë romakët, dhe ajo çka është shkruar mbetet edhe do mbetet në jetë të jetëve, e natyrisht duke u hapur portat edhe në gjuhën ndërkombëtare që është anglishtja, ndoshta do të arrijë në veshët e lexuesve shqiptar, se ne për ata kemi nevojë. Natyrisht kemi nevojë dhe për lexues ndërkombëtar, por të presim evenimentin e ardhshëm, javës që vjen. Unë mund të flas me ty dhe të bisedojmë edhe me gjëra gjatë se si shkoi ky event, po ishim në kuadër të muajit të letërsisë dhe do desha të mos ndaja ty nga në vlerësimet që bëjmë në kuadër të muajit të letërsisë si televizion, aq më tepër që të vlerësoj si një poete, para së gjithash edhe shkrimtare me vlerë, që di nëpërmjet një gjuhë sa reale, të ndjerë dhe emocionale të japësh ndjesitë e femrës shqiptare, edhe mënyrën se si shkruan një grua shqiptare për realitetin, për botën, për rreth saj, edhe në një vend të largët prej qindra mijëra kilometrash larg, siç është Kanadaja, apo siç jemi ne këtu në Shtetet e Bashkuara. Armenida, të uroj edhe një herë suksese. Miru takofshim në libra të tjerë, në promovime të tjera, dhe të shpresojmë se ky libër i dytë në anglisht do të pritet si me çudi që është ky libër në anglisht që na vlen këtu në Tiranë. Faktikisht në panairin e librit në Tiranë që do të bëhet të shpejti në nëntor, unë do të kem botimet e reja. Le të shohim se ndoshta do të ndikoj pak sa jehona e këtij libri në anglisht. Dhe ndoshta e thon po ta shohim një herë këtë se e kam vlerësuar edhe atje në Amerikë, Kanada, nuk e di. Mbetet për të parë. Megjithatë, siç kam thënë edhe në bisedat tona më përpara, fokusi im është të bëj një letërsi të mirë dhe vlerësimet dhe gjithçka ja lëm kohës. Megjithatë, Facebooku jot është plot me duar turkitje. Tash mass mediat janë një mjet me të cilët ndoshta shkojmë edhe tek lexuesi që nuk shkon tek libraria për ta bler librin, por e përjeton atë nëpërmjet edhe Instagramit apo Facebookut. Unë shijoj këtë rrjet shpërndarje, ndërkohë që për shembull shumë njerëz të tjerë mund të kenë si qëllim mos i ekspozojnë librat, poezitë, që të shkojnë njerëzit blejnë librin. Ti e di shumë mirë që mua më pëlqen ai reagimi spontan i menjëhershëm. Më jep mjaft adrenalin që unë të vazhdoj. Dhe të mos mendoj më shumë ushit, u vlerësua, arrita këtë apo sa arrita atë. Sepse qëllimi im primar është, siç thash, të bëj një letërsi të mirë, letërsi të shërbejnë njerëzve. Dhe kur shikoj që i shërbejnë njerëzve sepse u jep atyre 5 minuta emocion, me cilën ato të karikojnë veten për ditën, unë them që ja kam arritur aty misionin tim të vogël. Edhe unë i besoj Athinës brenda teje. Duke u nisur tek titulli i librit edhe tek miti mbi Zeusin. Të falenderojmë shumë që ishte me mua sot në studio, për gjithë teleshikuesit e televizionit shqiptarëve të Amerikës. Miru takofshim në evenimente të tjera, në takime të tjera për të biseduar për problematika të tjera dhe letërsisë tande, po dhe letërsisë në përgjithësi. Ju falenderoj. Shumë falenderit, Rafael. Gjithë mirë, përfaqësi. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i tham fund emisionit tonë. Do të ndalemi në emisione të tjerë me të ftuar të tjerë. Miru takofshim. Më është falur mua durimi, andej po t'i gjem si dërimi, që të jeni ju më
përshëndetni në errësirë. Dua shumë fjalë të ju dhe